Faleminderit, zonja kryetare, po në fakt janë firmosur shumë gjëra në këtë vend, një prej të cilave është incineratori i Tiranës, ku parafolsi është direkt përgjegjës që firmosi të çonte 430 milion euro për një vepër publike që sot që flasim nuk ekziston. Dhe kjo është një gjë që çdo qytetar i Tiranës dhe Shqipërisë tashmë e ka marrë vesh dhe unë besova që kolegu përpara se të merresh me kush ka firmosur çfarë, do jepte llogari një herë për gjërat që ka firmosur vetë. Së dyti, nuk e ka thënë opozita që zgjedhjet u morën peng nga krimi i organizuar. E ka thënë shefi i delegacionit të Parlamentit Evropian për zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri, që me sytë e mi tha dhe me dëshminë e vëzhguesve afatgjat të OSBE-Odirit, ne konstatuam se si në Elbasan, krimi organizuar kishte marrë peng zgjedhjet në atë qark. Po, me dëshminë e vëzhguesve afatgjat dhe me ato që ne pam gjatë vëzhgimit zgjedhjeve si shefi delegacionit të Parlamentit Evropian në Shqipëri, konstatuam që për shkak të shërbimeve që politika i bën krimit organizuar, krimi organizuar nuk lejon ndryshimin e qeverisjes në Shqipëri. Dhe këto janë të vërteta që nuk i thot opozita. Sigurisht ju përpiqeni t'i fshini, por fatmirësisht nuk i fshini dot më, sepse keni lënë gjurmë kudo ku keni shkelur. Dhe këto janë gjëra kaq serioze sa nuk mund të shplahen as me lutje, se një njeri i Zotit as nuk vjedh, as nuk gënjen, as nuk mashtron, as nuk abuzon, madje as nuk cënon interesin publik për t'ju servilos e projit të rallës. Kaq kisha, faleminderit.